Socialistët nuk do të miratojnë kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit për Belinda Ballukun. Po në emrin ton, jo. Me votën ton, jo. I keni të gjitha argumentat pse kërkesa rrëzohet. Raporti i shumicës argumenton se nuk ka asnjë provë të re që mund të çojë në ndryshimin e masës, ndërsa ish-zëvendës kryeministri nuk ushtron më funksione në qeveri, ndaj masa e pezullimit nuk prodhon asnjë pengesë juridike. Në vlerësimin e asaj që u deklarua në Këshill, thuhet, unë do t'i qëndroj dëshmisë time, çfarë kam thënë për uri, dhe nuk e ndryshoj dëshminë, edhe sikur t'intimidohem dhe nga persona të fortë. Por në të gjitha rastet, një provë e tillë do të duhet provohet edhe me prova të tjera. Nuk ka një vepër penale të re që të jetë marrë, të jetë shtuar deputetës Belinda Balluku nga prokuria posaçme kundër korrupsionit. Se po të kishte prishje provash, do të kishim një akuzë të dytë, që është pengimi i drejtësisë, që është vepër penale sipas kodit penal. Kërkesa e SPAK sipas shumicës është e iniciuar nga një padi politike, fillimisht nga Basha e mëtej nga Bardhi, ndërsa vetë Balluku ka qenë në dieni të hetimit që prej vitit 2024. Koincidon me një periudhë parazgjedhore dhe me një situatë sigurisht të nxehtë politike. Pastaj u zhvilluan zgjedhjet e 11 majit 2025 dhe fillma zgjedhjeve kemi përsëri një ashpërsim të gjuhës politike në këtë drejtim, çka e ka shoqëruar për gjatë gjithë kohës këtë proces. Respektojmë plotësisht qëndrimin e mbrojtjes, por dhe të qëndrimin publik të deputetes Belinda Balluku, që e konsiderojnë të çështje drejtësie dhe vetëm drejtësie. Rama e konsideroi të nxituar dhe pa argumenta masën e prokurorisë, ndërsa nënvizoi se prezumimi i pafajësisë është viktima e reformës në drejtësi. I kam të merr këto forma, po drejtësia ka detyrën e vet t'i përdori, që e pas ka shtyr prokurorin të marrë gjitha do të përpjet dhe të vitë kërkoj nga Parlamenti i Shqipërisë arrestimin e një deputeteje e cila, një kujtesë vogël tu, është prindi vetëm i një vajze minorene, duke përdorur si rrethanë rënduese për të kërkuar me çdo kusht arrestin në një turavrap ngjan me një reagim emocional. Por dhe pse rasti i Ballukut është i ndryshëm nga të mëparshmit, kur PS-i ka dhënë dritën jeshile SPAK. Qysh për reformës në drejtësi ne kemi votuar për 2 arreste. Njëri për shkeljet përsëritur të vendimit të gjykatës, pra një votim automatik, pa nevojë për ndonjë diskutim. Tjetri për plot zeza, korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, gjëra që na krijuan bindjen që kërkesa e prokurorit ishte e përligjur. Kreu i qeverisë konfirmoi se Balluku do e vijojë angazhimin politik, jo vetëm si deputete, por dhe si drejtuese e qarku në Fier, aty ku në drejtimin e saj, kryeqyteti i socialistëve çoi në parlament 12 deputet. E shumë pritura orë e hakmarrjes madhe ndaj njeriut që e çoi Partinë Demokratike për Jufka në Dibër dhe asfaltoi krejt në Fier. Me gjithë gazin e Zegjines, hapklap burri i parë në historinë e Europës që Komiteti i Helsinkit e mori në mbrojtje nga një vajzë. Mëshirë, Zegjine. E di që edhe këtu mes nesh ka disa që mendojnë se fitoret shëmbullore elektorale të Belindës dhe skuadrave të udhëhequra prej saj në territor burojnë nga fuqia e pushtetit që ajo kishte. Kjo mbetet për t'u parë në zgjedhjet e afërta vendore në qarkun e Fierit. Ku ajo do të vazhdojë të drejtojë qarkun dhe nuk do të jetë më në asnjë pushtet ekzekutiv.